Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum wa qtada bihadihim ila yawmiddin. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesin absolut. Ai I cili na jap riskun, ai I cili na jap shëndetin, ai I cili na jap udhëzimin. Dhe kë Allahu subhanahu wa ta'ala deshet ta udhëzonte në këtë rrugë Islamin, nuk ka mundësi askush që ta humb. Dërsa kë e devijon, jo pse Zoti ka dëshirë për t'i devijuar njerëzit, por njeriu është zullumçar I vetvetes së tij. Ai zgjedh rrugën e gabimit dhe të devijimit, nuk ka udhëzues për të përpos Allahut subhanahu wa ta'ala. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia e Zotit qofshin gjithmonë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Mirë se takohemi në takimin ton tashmë të zakonshëm, ku jemi duke trajtuar temë shumë të rëndësishme. Sëmundjet e zemrës. Apo më mirë të themi zemra me sëmundjes dhe shërimit, ku pasi që kemi shpjeguar para jush për sëmundjet e zemrës, kemi ardhur tek sektori dytë, ilaqet që duhet përdorur për ta shëruar këtë zemër. Po zemra sëmuret, po zemra mëkaton, po zemra nxihet, por për çdo sëmundje ka ilaq. E Allah Azza wa Jalla na ka dërguar ilaqe të ndryshme që ta kurojmë zemrën tonë, ta filtrojmë dhe ta pastrojmë zemrën tonë. Andaj, kemi përmendur disa prej ilaqeve të rëndësishme që shërojnë zemrën, kurse sonte do të koncentrohemi tek një ilaq I rëndësishëm, që në qoftë se e përdorim, atëherë e shëndron zemrën në një zemër bamirëse, zemër solidare, zemër që ka ndjenja për të tjerët, zemër që ka dhëmshuri për të tjerët, zemër që nuk rrin në rahat derisa të rahatohen të tjerët. Andaj do të flasim për sadakan, ilaq për zemrën. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, sikurse çdo nacion, është mirë që ta kuptojmë edhe termin sadaka. Në aspektin gjuhësor ka të bëjë me lemoshën, bamirësinë në kuptimin e përgjithshëm. Kurse në aspektin terminologjik islam, sadakaja është dhënia një shume të caktuar për të varfrit për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhënia e një shume të caktuar për të varfrit nevojtarët për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Sadakaja, apo lemosha, apo bamirësia, është dy llojesh. Sadaka obligative dhe lloji I dytë sadaka vullnetare. Sa I përket sadakas obligative, hyn ajo sadaka që e kemi obligim ta japim në mënyrë individuale në qoftë se I plotësojmë kushtet. Për këtyre llojeve të sadakas është zeqati, si një prej shtyllave kryesore të Islamit, ku në qoftë se njeriu arrin kuotën e caktuar të nisabit, atëherë obligohet që prej kësaj pasurie të jap 2.5%. Dhe kjo sadaka ose pasuri është obligative që të japet pra në mënyrë individuale në qoftë se I plotësojmë kriteret. Gjithashtu, prej llojeve të kësaj sadakaje obligative është sadaqatul fitr. Pra vitrat që përdoren në zhargonin popullor në fund të Ramazanit, për ta pastruar agjerimin ton, për t'ju ndihmuar nevojtarëve, duhet t'i japim vitrat për neve dhe për familjarët tanë, gjithsesi kjo në qoftë se kemi mundësi, andaj e kemi obligim. Gjithashtu, sadakaja për shlyrjen e betimit të pambajtur,
për një gjë që ti ose zotimeve, në qoftë se ti je zotuar për diçka dhe nuk e ke mbajtur atë, atëherë duhet që t'japim duhet t'japim shpagim dhe kefaret, pra në mënyrë të detyrueshme. Kurse lloji i dytë është sadakaja vullnetare, që hyn çfarëdo lloj sadakaje që i jepet në formë vullnetare pa ndonjë obligim ose pa ndonjë formë të detyrueshme, por gjithmonë synohet shpërblimi hynor prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Vëlla dhe motër e nderuar, sadakaja ilaç për zemrën, ilaç për shpirtin, me vlerë shumë të madhe. Allahu subhanahu wa ta'ala na thot në njërën prej ajeteve kuranore: Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allahe qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Thot, ata që japin lëmosh prej burrave dhe ato që japin lëmosh prej grave dhe ato që japin hua Allahut azza wa jall, me të vërtet duke synuar shpërblimin e Zotit, Allahu a shton atyre shpërblimin dhe tek Zoti ka një shpërblim fisnik. Është interesante se në komentimin e këtij ajeti kuranor, El Gjassas thot, Allahu e quajti sadakan hua për ta vërtetuar meritën e shpërblimit për te. Pasi huas pa dyshim që i takon me do e mos të kompenzohet. Pra në momentin që ti jep dikuj hua, aja gjithsesi do të kompenzohet dhe do të kthehet. Andaj ora s'është Allah Zogjel sadakan e quajti hua, sepse sigurt dhe pa me dyshje, në qoftë se ja për hatër Zotit, Allahu ka me ta kompenzu ty këtë sadaka. Andaj, tha Allahu, a ka dikush që m'jep hua që t'ja kthej unë ati shumë fish. Gjithashtu, sadakaja është lehtësim i rrugës së drejtë dhe të mirë, ose lehtësim për të orientuar tek rruga e drejtë dhe rruga e mirë. Thot Allah azza wa jall, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sa i përket atij që jep, man a'ta wattaqa, që jep dhe ka frikë Allahun azza wa jall, wa saddaqa bil husna, dhe e vërteton atë mirësinë dhe të mirën që është besimin Allahun azza wa jall, ne do t'ja lehtësojmë rrugën drejt shpëtimit. Fasanuyassiruhu lil yusra. Ne do të orientojmë drejt lehtësimit, pra drejt rrugës së shpëtimit. Thot Imam Saadi në komentimin e këtij ajeti kuranor, pra do t'ja lehtësojmë atij çdo vepër të mirë, si dhe do t'ja lehtësojmë atij lënien e çdo të keqe, duke qenë se ky person ju përmbajt shkaqeve të lehtësimit, për këtë Allahu do t'ja lehtësoj atij. Vëllezër dhe motra të respektuar, vlera sadakas është shumë dimensionale. Vlera saj i tejkalon aspektet materiale, ajo është më shumë shpirtërore. Dhe sadakaja është mirë që ta përmendim dhe t'i qasemi në kohë dhe rrethana të caktuara, për ta ditur se kur është më së miri të japim sadaka, në çfarë gjendje, në çfarë rrethana dhe kujt kemi përparësi të japim sadaka. Andaj, e para që do të cekur është që ndërlidhet me sadakan, është se sadakaja jepet fshehurazi e jo haptas. Kjo është baza. Pra sadakaja, në mënyrë që t'jetë e shpërblyeshme tek Allahu azza wa jall, duhet që t'jepet fshehurazi, sepse është më afër devotshmërisë dhe është më afër pranimit. Thot Allah azza wa jall, in tubdu as-sadaqati fa ni'ma hi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Fa në qoftë se japni sadakan haptas, është mirë për juve. Por në qoftë se e fshihni atë dhe i ja japni fukarave,
O tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ajo është më e mirë për juve. Ajo është më e pranueshme për juve. Ajo është më afër njëjtit të sinqert dhe devotshmërisë dhe më afër pranimit. Për këtë arsye pra, për çdo vepër që e bëjmë, është mirë që ta bëjmë fshehur azin në mënyrë që na pranojë Allahu subhanahu wa ta'ala. Në përgjithësi dietarët kanë thënë një rregull, çdo vepër e obligueshme preferohet që të kryhet haptazi, në bashkësi, ndërsa çdo vepër vullnetare preferohet që të kryhet fshehurazi larg publikut. Ashtu edhe siç thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të mos e di dora e majt çfarë ka japur e djathta. Të mos e di dora e majt çfarë ka japur e djathta. Pra për të treguar sinqeritetin që duhet kemi në raport me sadakan. Ibn al-Qayyim kur e komenton ajetin kuranor në qoftë se japni sadaka haptas është mirë, por në qoftë se japni fshehtas është më mirë për juve, thot, medito në faktin se Allahu Azza wa Jall e specifikoi fshehjen me sadakan që u jepet varfërve. Sepse ka sadaka që nuk mund të fshihet, sikurse që është ndërtimi i urave, ndërtimi i shkollave, ndërtimi i spitaleve, ndërtimi i puseve të ndryshme, ndërtimi i qerdheve e gjëra të ngjajshme. Por kur Allah Azza wa Jall përmend sadakan fshehurazi, thot japni fukarave në mënyrë të fshehtë, sepse Allahu nuk don që njerëzit të ndihen e siklet. Allahu nuk ka dëshirë që robi të poshtrohet dhe të nënvlerësohet dhe të zgjat dorën haptazin publik e të lyp pra sadaka nga njerëzit. Andaj jo rastisht Allah Azza wa Jall sipas Ibn al-Qayyim thot e përmendi sadakan fshehurazi me japjen e fukarave në mënyrë që të mos i nënvlerësoj ata, në mënyrë që të mos i vëj në siklet robërit e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu, ajo që është e nevojshme të cekët e ndëruar vëllezër dhe motra për sadakan, është që sadakaja më mirë është që t'japet në kohë shëndeti dhe force, e jo kur të sëmuremi, e jo kur të ngushtohen rrugët e jetës, pastaj t'japim sadaka. Por do t'japim në momente lumturie, në momente pasurie, në momente gëzime, për ta vlerësuar dhe për ta falenderuar lartë madhërinë e Allahut subhanahu wa ta'ala për gjitha begatitë dhe nimetet që na ka dhënë. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith, sadakaja më e mirë është ajo që japet kur ti je shëndetshëm dhe edhe kur je koprac. E do pasurinë, por edhe ja ke frikën varfërisë. Dhe mos se vona derisa të vi shpirti në fët. Dhe të fillosh e thuash japi filanit kaq dhe japni tjetrit kaq. Kur diçka e tillë u takonte atyre shumë herët. Kur diçka e tillë u takonte atyre shumë herët. Andaj do t'japësh edhe në momente kur je në vështirësi, por gjithsesi edhe në momente të gëzimit dhe lumturisë. Gjithashtu, sadakaja më e mirë është që të jepet pas kryerjes së sadakas obligative, që është pra dhënia e zeqatit. Pra në momentin që ti ke përfunduar zeqatin, atëherë është më së miri që pastaj t'japësh sadaka në mënyrë vullnetare, sepse kjo tregon sinqeritetin dhe dashurinë tënde për t'ia për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka sadaka më të vlefshme se sa ajo që japet nga njeriu që ka pasuri. Pra, këtë hadith për e ka saksuar Sheikh Albani. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, filloje sadakan me atë që ke në përgjithësi. Megjithatë, dietarët islam kanë cekur se ka raste kur sadakaja nuk vlerësohet me sasi, por me njët sinqert. Shumë prej njerëzve janë të varfër dhe nuk kanë mundësi që t'i japin prej
pasurisë tyre. Por njëti i bën ata të veçantë. Njëti i ngrit tek Allahu. Njëti e bën diferencën dhe dallimin. Andaj ka mundësi dikush të ketë pasuri dhe të jap sadaka, por dikush i cili nuk jap, por e ka njëtin për hir të Allahut dhe dëshiron që me u afru të Allahu për mesaj dhe len për veten keq, edhe nëse është 50 cent, 1 euro, tek Allahu do të shpërblehet shumë më shumë. Për këtë arsye, pejgamberi alayhis salam ka thënë, sadakaja më e mirë është sakrifica e atij që ka pak. Sakrifica e atij që ka pak. Dhe thanë në transmetim tjetër që ka saksuar Sheikh Albani, 1 dirham është më i vlefshëm se sa 100.000 dirham. Sahabët të habitur thanë, ja Rasulullah, si është e mundur kjo? Tha, një person kishte vetëm 2 dirham. E dha njërën për hir të Allah dhe njërën e mbajti për vete. Kurse ai që kishte 100.000 shkoi dhe mori prej 100.000 dirhamve dha diçka sadaka. Por gjendja e parit ishte shumë e rëndë se sa gjendja e dytit. Dhe mundësia për dhënë i dyti është më e madhe se sa për dhënë i pari. Andaj i pari ka vlerën dhe meritën e caktuar. Thot Imam Begawi, u Zoti qoftë i kënaqur me të, preferohet që njeriu të jap sadaka nga pasuria më e mirë që e posedon. Për të njëjtën kohë ta mbaj për vetë dhe familjen atë çka i nevojitet në mënyrë që të mos i friksohet pastaj varfërisë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lejoi Abu Bekrin që ta jap gjithë pasurinë. Sepse kishte niyetën e sinqertë, ishte burr i madh dhe lejoi që ta japte ose Osmanin gjysmën e Omerin gjysmën e pasurisë e kështu me radhë. Ndërsa japja e sadakas kur familja jote ka nevojë, kur ti ke borxhe njerëzve, edhe je dorëshlir me njerëzit, por nuk ka kthen borxhet njerëzve, atëherë ky është një keqkuptim i madh i Islamit që duhet ta ndrojmë qasjen tonë dhe duhet pra ta ndrojmë konceptin në raport me sadakan. Sepse ne duhet të japim përparësi të tjerëve, sidomos kur ju kemi hak. E sahabët ju kanë dhënë përparësi të tjerëve edhe kur ju kanë pas hak. O yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Japim përparësi të tjerëve para vetvetes së tyre, megjithse ata vetë janë të nevojshëm. Gjithashtu, në raport me sadakan është mirë që ta dimë se shpenzimi më i mirë, sadakaja më e mirë është sadakaja për bashkëshortën dhe fëmijët e tu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith, shpenzimet që i bën njeriu për familjen, duke shpresuar me to shpërblimin, i konsiderohen sadaka. Gjithashtu pejgamberi sallallahu ka thonë, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Më i mirë për ju është ai që sillet më së miri me familjen e tij. Prej formave të sjelljes është që të shpenzojmë për ta dhe të mos i lëm keq. Gjithashtu në transmetim tjetër thuhet, dinarët ose tollat e shpenzuara sadaka janë 4 llojesh. E para, dinari i shpenzuar që i japet një të varfër. Dinari që japet për lirimin e një robi, dinari që japet në rrugën e Allahut dhe dinari i shpenzuar për familjen tënde. Dhe pejgamberi sa më thotë, më i miri këtyre dinarëve është dinari që shpenzohet për familjen tënde. Gjithashtu të nderuar vëllezër dhe motra, në raport me sadakan duhet që t'i japim përparësi të afërmëve, familjarëve. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sadakaja ndaj të varfrit është 1 herë sadaka, kurse sadakaja ndaj të afërmit është 2 herë. 1 herë si vlerë sadakas dhe 1 herë si mbajtje e lidhjeve farefisnore. Andaj nëse dëshirojmë të shtojmë lidhjet farefisnore, të mbajmë ato, të duam njëri tjetrin më shumë, atëherë ta dhajmë sadakan tek të afërmit tanë. Gjithashtu preferohet që sadakaja të jepet fëmijët para njerëzve të tjerë. Siç pejgamberi alayhis salam i tha Ebu Dherrit, kur të gatuar gjell o Ebu Dherr, shtoje ujin në të, ashtu që të ketë hapësirë për ushqim edhe për fëmijën tënd. Kur të bësh një gjell o Ebu Dherr, shtoje ujin në të që të kesh hapësirë me ushqy edhe fëmijën tënd. Pra shikoj sa madhështore.
Shikoje se sa Islami na mëson humanizmin, solidaritetin dhe zemërgjërsinë me njerëzit. Gjithashtu, sadakaja më e mirë është sadakaja në dituri, sadakaja në khajrate, në vakefe, në vende që përfitojnë muslimanët, sepse ajo mbetet si sadaka rrjedhse. Si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith vërtet, kur të vdes i biri Ademit, i ndaluhen gjitha punët llogarit, përveç 3: dituria e hajrit, një sadaka rrjedhse që ka dhënë për hir të Allahut, dhe një djalë i hajrit që lutet për të. Të nderuar vëllezër dhe motra, shkojmë në shkputje të shkurtër për të vazhduar me temën tonë, sadakaja, ilaç për zemrën. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, jemi duke shpjeguar për një term të rëndësishëm në Islam, për një vepër madhështore në Islam që është sadakaja, e që është ushqim dhe shërim për zemrat dhe shpirtat tonë. Sadakaja është e rëndësishme gjithashtu edhe përveç për njerëzit të afërmit, familjarët, për ndërtimin e xhamive, sepse në to adhurohet Allahu Azza wa Jall, innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Thot Allah në Kur'an, me të vërtetë i ndërtojnë xhamit, shtëpitë e Zotit ata që besojnë Allahun dhe ditën e fundit. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu në një hadith që ka saktuar Sheikh Albani thot, kush ndërton një xhami, qoftë edhe sa një kotet spulash, Allahu do t'i ndërtoj ati për këtë një shtëpi në xhenet. Allahu do t'i ndërtoj ati një shtëpi në xhenet. Gjithashtu në transmetim vërtet thuhet, men bana masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna. Kush ndërton një xhami, Allah do t'ia ndërtoj ati një shtëpi në xhenet. Pra, në përgjithësi, këtu janë sektorët e sadakaz, dhe prej sektorëve më të rëndësishme është sadakaja në shpërndarjen e diturisë. Sadakaja në ndihmes ndaj sidomos atyre të cilët janë studentë të varfër. Ata të cilët udhtojnë në vende të ndryshme për të marrur dituri dhe për të kthyer dhe për të kontribuar në vendin tonë. Njëra prej formave të sadakave është sadakaja ndaj nxënësve të dijes, kërkuesve të dijes, që padyshim çdo shkronjë që ai mëson, padyshim, çdo kontribut që ai bën për shoqërinë të shkon se vapi ty vëlla dhe motër e nderuar për bursën që ja ke paguar studentit, për konviktin që ja ke paguar studentit. Andaj, a ka më mirë, a ka sadaka më të mirë se sadakaja që jepet për ta përgatitur një thirrës në rrugën e Allahut, një hoxh i cili do t'i largoj njerëzit nga e keqja dhe do t'i thrasë në rrugën e drejtë. Për çdo shkronjë, për çdo thirrje, për çdo ajet, për çdo hadith, për çdo këshill, të shkon ty shpërblimi insha Allahu Teala. Dhe ne jemi prodhim, një pjesë e madhe hoxhallarëve, jemi prodhim i sadakave të juaja, i ndihmave të juaja, ku shumë prej studentëve si në medrese, si në fakultete, pra kanë pasur dhe kanë arritur sukses si rezultat i sadakave të juaja. Andaj jepni për studenta, sepse kjo është përgatitje, kjo është një ushtar në rrugën e Allahut Azza wa Jall. E kush përgatit është sikur se ai që merr pjesë në fushbetej, kush e përgatit një ushtar është sikur se ai që merr pjesë në fushbetej, kush përgatit një student është sikur se ai që thret në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Andaj jepni këtë lloj sadakaje. Sadakaja jepet edhe për ta larguar Allahu brengën dhe sprovën, ose për të shëruar nga ndonjë smundje caktuar. Transmetohet në Egjipt për një djalosh i cili ishte
diagnostifikuar me një smundje të rëndë. Dhe shkon në Angli prej Egjiptit, hyn në analizat të thella dhe mjekët i thonë që duhet të hysh në operacion, por duhet ta marrim lejen prej familjarëve të tu të nënshkruajnë, sepse operacioni mund të jetë i rëndë dhe mund të jetë fatal. Djaloshi kthehet në Egjipt, e merr lejen e familjes dhe del i dëshpëruar, sepse njeriu kur merr ndonjë lajm të keq, dëshpërohet, i humb vullneti. Njeriu kur merr lajme të këqija, kur ka ankthë, strese, depresione, i humb rruga. Çdo gjë bëhet e errët, edhe pse jene mesditë. Dhe i dëshpëruar djaloshi, duke ecur rrugëve të Egjiptit, e shën një kasap. Dhe ai kasap coptonte copat e vogla të mishit. Poshtë tavolinës së kasapit e pa një nën plak e shtyrë në mosh. I të bënte copat që binin tokë të kasapit. U afrua dhe i tha i loke, çka është puna, pse i të bën këto copa? Tha, i kam 3 jetima dhe nuk kanë ngranë që 3-4 ditë ushqim. Andaj po i marr këtu në mënyrë që të çoj diçka dhe të ushqejnë fëmijët e mi. E preku djaloshin ky deklarim i kësaj nane. Dhe e mori dhe i tha kasapit, për 1 vjet e ke obligim t'ja dërgosh ushqimin tek shtëpia kësaj loke. Dhe u gëzua. Por më shumë u gëzua nana e këtyre jetimave. Dhe eci djaloshi, por mbrapa shpinës, nana i ngriti duart. Lokja i ngriti duart dhe tha, o Zot, ky djalosh ashtu siç i ushqej fëmijët e mi. O Zot, lehtësoja sprovat në ato ditë kur ai nuk e pret fare. Shkoj tek shtëpia djaloshi e pa motrën e vet. Dhe i tha, vlla im, pse je kaq i gëzuar ti? Na e dim se çka ke ti. Pse po buzëqesh aq shumë? Tha, motra ime tha, sot du takova me një loke dhe kështu, ndodhi pra, ja tregoj ngjarjen komplet. Motra u gëzua dhe ngriti duart lart dhe tha, o Zot, ashtu siç vlla im i ndihmoi ata jetima, o Zot, shëroje prej kësaj smundje që e ka. Erdhi koha që djaloshi të shkonte në Angli. Dhe para operacionit përsëri hyri në ekzaminim të thellë. Por për çudi, në ekzaminim rezultoi se nuk ka djaloshi asgjë në trupin e tij. Pra nuk ekzistonte ajo pjesa kritike që e kishte më herët në ekzaminimin e parë. Dhe mjekët u çuditën dhe thanë se nuk ka asgjë, andaj nuk ka nevojë që të futet në operacion. Këtë tregim e ka treguar Muhammed Hasani, njëri prej hoxhallarëve të Egjiptit. Andaj, vëlla dhe motër e nderuar, shëroni të smuarit tuaj me sadaka. Por, siç tham edhe më herët në fillim të ligjëratës, mos e prit ditën kur do t'ja dorëzosh shpirtin Zotit dhe thuash, jepi filanit, shpërndanja filanit. Mos e prit ditën kur të ngushtohen rrugët që t'ja për sadaka. Jep sadaka kur je me shëndet, që Zoti të shëroj kur t'je i semur. Jep sadaka kur je i varfër. Jep sadaka kur je i pasur, që Zoti t'i pranoj sadaka tua kur je i varfër me njet, pa i dhënë fare. Jep sadaka kur je në liri, kur je në të mira, sepse do të vije koha kur ndoshta nuk ke mundësi, dëshiron, por nuk ke mundësi ma për me ba vepra të mira dhe me dhënë sadaka. Andaj, mos të vijë dita për secilin prej neve që thot, o Allah, më kthe mbrapa, më kthe që t'jap 1 euro për hir të Zotit, më kthe që t'jap për ty, o Zot, diçka që do t'jetë kënaqësi për ty, o Zot, dhe do t'jetë ndihmë dhe lumturi për të varfrin. Andaj,
Allah Azza wa Jall tha: "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ky ajet na sqaron se kush është sadakadhënësi më i miri te Zoti. Kush është me plot kuptimin e fjalës ai që është bamirës. Cila është zemra bamirëse dhe solidare? Është ajo që Allah tha: "Nuk do të arrini mirësinë dhe bamirësinë derisa ta japni atë që e doni mas shumti." Andaj, nëse don shpërblim shumë të madh, jepe ato që e don mas shumti. Jepe veturën që e don mas shumti. Jepe shpinë që e don mas shumti. Jepi teshat që i don mas shumti. Jepi këpucët që i don mas shumti. Kështu e arrin mirësinë e lartë. Kështu e arrin bamirësinë. Kështu zemra yte bëhet zemër bamirëse, zemër solidare, zemër që pas sadakas shërohet nga sëmundjet që e kishin kapluar. Aqulu qawli hadha wa sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum.